fyshirit që barë qymyre në fabrikën e Lab Oil i mori jetën 22 vjeçarit nga mushtishti i Suharekës. Kolegu i të ndjerit tregoi prapa kamerës se si e gjeti krenar Jeminin në momentin tragjik. Sipas tij, shiriti ja kishte nxënë duar të ndjerit, derisa punëtorët e kishin nxjerrë nga aty. Tashmë prokuroria themelore e Prishtinës ka nisur hetimet për vdekjen e cila po cilësohet si e dyshemt. Për të parë se çfarë ndodhi dhe si ndodhi, gjatë ditës së sotme në inspektim doli edhe kryeinspektori i punës, Basri Ibrahimi. Sot kam marrë personalisht, edhe dje kom pas qëllimin me vizitu vend punishtin dhe me pa personalisht se ku ka ndodhur dhe çka ka ndodhur. Dje nuk na kanë lënë me hy, sepse edhe komunikimin me telefon që kom pas, do të më kanë thonë që nuk janë zyrë të kërë askush të është mbyllur, sepse kanë shku në vërim të ndjerit. Unë sot kom dashur njerë me vërtetu se vërtet a janë këto fjalë të tyre të sakta apo nuk janë, dhe sot ju e pat vetë se si është situata. Dje, Kallxo.com raportoi se si kryeinspektori të punës ju mohua hyrja në objektin e Lab Oil. A i tha se i kishte besuar arsyetimit të pronarit kur foli në telefon lidhur me moshapjen e derës, andaj edhe nuk e thiri policin për të hyrë në punishten e fabrikës. Sikur ne të kishëm dyshu që nuk po dojnë me hap derën, atër sigurisht që do të kishëm thirrë policin. Por ne kemi besu në fjalët e zyrtarëve që ata nuk kanë qenë këtu, kanë qenë në vërim. A i ka treguar se ndalesa që ju bën nga pronarët nuk lidhet me fshehjen e gjurmëve në këtë vend. Fshehjen e gjurmëve as që është bë fjalë sepse një ditë përpara, do ditën kur ka ndodhur aksidenti, kanë qenë inspektori, kanë qenë policia, ka qenë prokuroria. Do thotë ato dëshmi që kanë pas me mbledh të vendit të ngjarjes do t'i kanë pas të gjitha. Unë sot kum dosh me vërtetu se vërtet a nuk kanë qenë këtë zyrtarë, do të kanë qenë mbyllur kompania, apo do të thjesht s'kan dashur me leju inspektoratin e punës, sepse me hyrje në vendin e ngjarjes, sepse inspektoratin e punës edhe me ligj, askush nuk mundet me ndalu me hyrje askon. Për rastin tragjik të së dielës, ka folur edhe drejtori menaxhues në Lab Oil, Bislem Muçaj. Ka qenë një aksident me fatalitet për fat keq që nuk ka ndodhur në repartin e fabrikës tonë të prodhimit të petrokoksit. Të shiriti transportuar ashtu siç e pat edhe vetë vendin. Kjo mund të argumentohet paralel përmes sepse organet e UTC-së, organet kompetente kanë dalë vendin e ngjarjes po atë ditë bashkë me një inspektor pune dhe i kanë mbledh gjithë materialet e nevojshme. Ne i kemi të pajisur për fat mirë dhe me kamerat të cilat vëzhgojnë gjithë procesin e prodhimit dhe në to shihet qartë në mënyra se si ka ardhur aksidenti. Muçaj tha se ish punëtori ka qenë i pajisur me kontratë të punës dhe se të gjitha dokumentet ja kanë dorëzuar organeve të hetuesisë. Po, është i pajisur me kontratë edhe ekzistojnë gjitha vendimet, punëtar do t'ja jap se i ka marrë dhe inspektorati i punës, domthonë kontrata, shfutja kontratës, kontratari prap, ato janë gjithçka sipas ligjit të punës. A i ka folur edhe për ndalesën që ju bë gjatë ditës së djeshme kryeinspektorit Basri Ibrahimi tek hyrja e punishtes. Sipas Muçajt, e gjithë situata e krijuar dje ka qenë një keqkuptim. Kemi ndaluar hyrjen e inspektoratit, domethënë kjo është bërë një keqkuptim se kështu po edhe nëpër media, si është vërtet, por ne dje e kemi shpallur edhe në webin e kompanisë tonë, mund ta verifikoni fare lehtë në web, po të hyni, shihni orën e postimit në mëngjes, e kemi shpallur ditë zi edhe ditë pushimi për gjithë punonjësit sepse shej edhe nderimi e respekti për krenarin. Tutje, a i njoftoi se askush nuk ka qenë brenda fabrikës për t'ja hapur dyert kryeinspektorit. Ne nuk kemi pas kurfar paralajmërimi që do të na vijë inspektorati, edhe prandaj kemi shku gjithë në Suarek. Nuk kemi qenë këtu, thjesht ka qenë një çështje që nuk ka pas kush t'ja u hap derën, sepse s'kemi çka të fshehim. Gjatë vitit të kaluar në vendin e punës kanë vdekur gjithsej 22 persona, ndërsa ky është rasti i parë për vitin 2019.